Tonei dhe Benita vazhdojnë të tregojnë afrimitetin e tyre brenda shtëpisë dhe këtë herë ata zgjedhin të flenë së bashku, gjë që bie menjëherë në sy të gjithë banorëve. Gjatë natës, ata shihen të shtrirë pranë njëri tjetrit, të qetë dhe të relaksuar, duke folur me zë të ulët dhe duke buzëqeshur shpesh. Benita afrohet më shumë te Tonei, duke e përqafuar ngrohtësisht, ndërsa Tonei i përgjigjet me të njëjtën butësi, sikur të dy po gjenin rehati te prania e njëri tjetrit. Ata shkëmbejnë disa puthje të lehta dhe të ëmbla, që tregojnë se mes tyre po krijohet një lidhje gjithnjë më e fortë. Duket qartë se të dy po e shijojnë çdo moment që kalojnë bashkë. Atmosfera mes tyre është e qeshur, e ngrohtë dhe plot mirëkuptim. Benita duket më e qetë se zakonisht, ndërsa Tonei rri gjithmonë afër saj, sikur të dua të sigurohet se ajo ndihet mirë. Edhe pse disa banor i shikojnë me kurreshtje, Benita dhe Tonei duken totalisht të zhytur në botën e tyre të vogël, duke u kënaqur me praninë e njëri tjetrit dhe me afrimitetin që po rritet dita ditës. Benita, pas shumë ditësh pasigurish e paqartësish, më në fund gjen momentin e duhur për të ulur me Tonin dhe për t'i treguar hapur atë që ka ndier kohët e fundit. Ajo i flet me zë të qetë, por të sinqert, duke i thënë se e ka vënë re sa shumë ai është munduar ta kuptojë dhe t'i qëndrojë afër, edhe në momentet kur ajo ka qenë e hutuar ose ka pasur dyshime. Toni e dëgjon me vëmendje dhe e shikon me një buzëqeshje të butë, sikur po e priste këtë moment prej kohësh. Benita vazhdon duke i thënë se pëlqimi i saj për të ka ardhur natyrshëm, hap pas hapi, dhe se ajo nuk e kishte menduar që do t'i ndodhte brenda shtëpisë. Toni ndihet i surprizuar në mënyrën më pozitive të mundshme. Dhe reagimi i tij e bën Benitën të ndihet edhe më e lirshme për të folur. Pas kësaj bisede të sinqertë, atmosfera mes tyre zbutet dhe bëhet më e ngrohtë. Ata afrohen më shumë, e përqafojnë njëri tjetrin në një mënyrë të thjeshtë dhe të qetë, pa teprime, vetëm si dy persona që po krijojnë një afrim të ri emocional. Disa banorë e vërejnë këtë moment dhe fillojnë të komentojnë mes tyre duke thënë se si duket Benita dhe Toni më në fund po gjejnë ritmin e tyre si një dyshe brenda shtëpisë, edhe pse gjithçka është ende e freskët dhe e brisht, të dy duken të kënaqur me këtë hap të ri. Nuk bëjnë deklarata të mëdha, nuk nxitojnë. Por përmes përqafimeve dhe një puthjeje të lehtë miqësore, tregojnë se janë gati të ndërtojnë një lidhje më të afërt dhe të shohin se ku i çon kjo histori brenda lojës.